Vijojnë provat për edicionin e 59 të Festivalit të Këngës për Fëmijë në Korçë, një nga aktivitetet artistike më të dashura për fëmijët dhe publikun korçar. Edhe këtë vit, skena e teatrit Andonza Koçajupi pritet të mbushet me muzikë, emocione dhe interpretime që sjellin mesazhe pozitive për jetën, miqësinë dhe dashurinë. Pas suksesit e edicionit të kaluar, ku kënga fituese, Një botë me dashuri, emocionoi publikun me mesazhin e saj për një botë më të mirë, organizatorët shprehen se edhe këtë vit festivali do të sjellë krijime të reja muzikore dhe performanca të përgatitura me shumë përkushtim për fëmijët. Aktiviteti synon jo vetëm promovimin e talenteve të reja, por edhe edukimin artistik të fëmijëve përmes muzikës dhe skenës. Janë bërë rreth 5 vite që unë marr pjesë në këtë festival dhe kam shumë pasion muzikën dhe gjithashtu kam shumë dëshirë që unë të këndoj. Këtë vit titulli i këngës është Zërat tona qytetin zbukurojnë, teksti dhe muzika Aspiro Katundi dhe orkestroi Adrian Dimitri. Këtë vit dua thjesht që të kënaqem, nuk ka asnjë rëndësi nëse marr çmim apo jo, thjesht të jem në skenë është gjë që mua më bën më shumë të lumtur. Në fillim kam patur pak emocione sepse ishte hera e parë që unë vija në këtë festival, por më pas më ikën emocionet dhe kam krijuar dhe shumë miqësi të reja. Kënga që do të sjell në festival quhet Për ju këndojmë, që kam një duet me një vajzë. Më pëlqen muzika sepse kam pasion që kur kam qenë i vogël dhe më pas mami mua më ka futur në një kurs që unë të këndoj sa më shumë këngë dhe të bëjmë sa e mirë në kënga. Festivali i këngës për fëmijë në Korçë mbetet një traditë e rëndësishme kulturore, që prej dekadash ka nxjerrë emra të talentuar dhe ka sjellë atmosferë festive për qytetin.